Gjatë muajit dhjetor, Shkodra dhe Alpet Shqiptare ofrojnë një eksperiencë magjepse për vizitorët që kërkojnë të shijojnë natyrën, kulturën dhe traditët e këtij rajoni. Shkodra, e njohur për historinë e saj të pasur me mikpritjen e ngrohtë, është një nga qytetet më të njohura për turizëm gjatë dimrit. Ndër atraksionet kryesore përfshihen Kalaja e Shkodrës, Muzeu Historik dhe Bregu i Liçenit të Shkodrës, ku vizitorët mund të shijojnë një atmosferë të qetë dhe pamje manice, ndërsa Alpet Shqiptare ofron një peizazh të mrekullueshëm dimëror me mundësi për aktivitete si shëtitje në natyrë dhe eksplorimi i fshatrave tradicional, si thethi. Këto festat janë ato që tërheqin më shumë pra ardhin e turistit, por Shkodra i ofron çdo gjë një turistit, edhe si nga ana kulturore, po ashtu edhe me Alpet e Shqipërisë, së fundmi që është edhe Bora ka një peizazh edhe një bukuri të mrekullueshme, sepse edhe ato shkojnë pra atë e vizitojnë Alpet. Kryesisht Shkodra me muzeet, me kulturën, me Kalan është një ndër qytetet më kryesore të vizitueshme të Shqipërisë. Sipas drejtorit të turizmit të Bashkinë Shkodër, Renato Lumçi, gjatë fundjavës bujtinat janë thuajse të gjithë të rezervuara në zonën e thethit. Ato bujtina ose guest house, që themi, që janë të hapura këtë periudhë, ato kanë sidomos fundjavave janë të gjitha të mbushura, pra ka një kërkesë të shtuar për të kaluar një fundjavë në Alpet e Shqipërisë, kryesisht në theth. Ndërsa aktivitetet kulturore dhe koncertet që po zhvillohen në qytet janë një tjetër mundësi argëtimi, duke i ofruar turistëve që vizitojnë Shkodrën një përvojë të paharrueshme.